ka kërkesa për sqarim të interpretimit që ka qenë. Pra si mund vijohet tutje, meqense gjykata vendimi i fundit nuk e përcakton sanksionet, pra si mund vijohet tutje tashmë në këtë situatë? Po shqyqoni, çështja sanksioneve, çështja diskutabile të na se shumë shtete, po edhe shteti jonë e ka një kushtetutë e cila nuk i përcakton edhe sanksione. Përveç në rastet kur nga ana presidenti kur shkeli rënd ca përcaktohet, atë propozohet shkarkimi i presidentit. Tjetër përcaktim për ndonjë sankcion nuk ka. Edhe pse tash është iniciativë, po më duket nga një OJQ që të ndryshohet kodi penal dhe të përcaktohet se edhe mbas ekzekutimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese të jetë edhe vepra penale, ndjeket penalisht sipas prokurisë. Mirë, po të themi që duhet të jemi të qartë se nuk ka marrëveshje, nuk ka asnjë veprim nëse shkelet kushtetuta. Në këtë rast, është shumë rrezik që jemi shkojmë një situatë jashtëzakonisht që tu e dëmtu interesin e shtetit duke shkel kushtetutën me qëllime të caktuara, për shkak se këtë çështje gjykata kushtetuese e ka sjellur shumë mirë në vendimet e veta. Prandaj këta nuk është që e ka përcaktuar për shembull gjykata kushtetuese afatin 48 orë. Këta kemi të rregulluar te kuvendit, ku thuhet sa më kujtohet në 15 paragrafi 5 e përcakton që seanca ndërprerje mas lavë duhet të caktohet brenda 48 orëve. Kjo është në rregullore te kuvendit të Kosovës. Edhe pse e ka vërtetuar edhe gjykata kushtetuese këtë. Nga ana tjetër e kemi pra edhe në fakt përveç mos respektimit pra e paqartë mbetet edhe ushtrimi i detyrës, pra qoftë të kemi ushtruesja detyrës së presidentes, e cila është betuar si deputete, fakt edhe ministrat që janë betuar si deputet, pra